Zoti Berisha, kryeministri i Shqipërisë. Ju përshles shumë për zemërsisht. Si jeni? Mirë, ju e mirë? Hajni mirë. Faleminderit. Si jeni? Faleminderit shumë. Edhe unë për ju shumë respekt. Shpejtje. Avash, po. Si jeni? Hajni mirë. Mirë. Qa të botën e ndëgjëm shumë premtime që banë të vizorë për to entine për banesa që ndërtime plot në Shqipëri dhe që mëhet me qëtënajta në botë. Po, absolutisht, dy gjërat mëdha do bëjmë ne. Spari do ndërtojmë banesa sociale në mënyrë që konkurenca tjetë ndershme. Pra, do shesim me çmime shumë më t'ulta, se qarë shesin këta baron të drogës. Edhe t'ja u lam, o të zbresin të çmimet, o t'ja u lam në dorë ashtu që kanë. E dyta ka një gjë, që po, çfarë ka ndodhur me ndërtimin? Kanë 10 fishuar taksen për metër katror. Ka qenë 8 euro, e kanë bërë 100 euro. 100 euro. Po t'i marrish të gjitha, shkon gjerë në 300 euro metri katror taksa. Një lloj si me naftën. Si me naftën. Dhe këta, shikodoan, kur i një gjoja se këta edhe po, ja thoshte, krenari se po u rrit vlera. U rrit vlera, duke shtuar 300 euro për metër katror taksën, edhe duke lanë njerëz, duke bërë mollë të naluar për qytetarët. Merë fund kjo. Ne zbresim aty ku ishim. Zbresim me 2 euro metrin katror, 8 euro me 8 euro metrin katror, dhe taksa tjera hiqen mbi ndërtimin, sepse natyrisht po i shtove ti taks mi taks, ndërtuesi nuk humbet. Ndërtuesi i ndërton, trafikanti vjen ja blen me kate dhe ky mbetet pas rrehim. Dhe ikën se nuk srehohet në Shqipëri. Do srehohet në Angli, në Belgjik, në vende tjera. Po karburantet do ulen apo? Karburantet do ulen një lloj sa në Kosovë. Pyetje shumë e drejtë. Kosova e merr në Durrës naftën dhe e shet atje 40% me lirë. Pse? Sepse Edi Rama personalisht ka vendosur taks 1.1 euro për litër naftës. Jo, ti mund ta bësh edhe 2 euro, edhe po ajo nuk bëhet kush, nuk e bën kush atë. Ndaj dhe ne do vëmë mbi naftën ngarkesën fiskale që ekziston në Kosovë, në Maqedoni, dhe çmimet do zbresin në nivelin e tyre, zbresin të paktën 40%. Dhe kjo do jetë 3 muajt e parë, ju garantoj mi për mi. A di shallat marrë premtimet edhe ne doja na... Ti e din që unë i kam majtë premtimet e mia. I kam majtë, unë nuk bëj premtim pa majtë. S'kam asnjë, jam shumë i vendosur ti maj. Suksese. Ne u pafshim dhe ju ftoj, domethënë. Kërkoj mbështetjen tuaj që ne të mbështesim. Faleminderit shumë. Patjetër. Po shkojmë në morë. Jo, djotha se kam fjalën rreshtin. Ka vjetër, si kalove.